Kurse për Mane mendoj që në këtë ndeshje duhet, sepse Mane ka dhe i cilësi shumë të mirë që në veprimet me topi o pasin, për dalë topi mas shpine që i themi në zonat boshet ose në zonat e hije, Mane që i përshtatshëm për këtë ndeshje. Po pse shef Mane dhe nuk shef Uzuni? Uzuni jam dakord, po Uzuni ka një karakteristik tjetër që ai. Ora ti çfarë ke me këtë Dakun se çdo ditë tani thot mirë ky Daku ta vozim. Po tani çfarë Daku tani Daku? Nuk i dihet Landi, nuk lozë dhe Uzuni. Po tani jo nuk e ndaj unë ti ke të pesër tani Daku pesër do daj menin digjet dhe daj me cilësit që ka fizikisht, Uzuni ka dhe një cilësit tjetër, karakteristik tjetër, që Uzuni dhe në veprimet mbrojtëse kthehet jashtëzakonisht mirë, dhe mbrojtësat, qoftë mbrojtësi djati e Serbisë që mund dalin sulm. Po luaj me 4 sulmuese, s'ka problem. Që mund tjetë alternativ momentet saktuar se nuk dalin të taktikisht. Zakonisht duke parë karakteristikat e trajnerit si të vinjë që a i jep minutash këtyre që aktualisht luajnë, e fjali kanë fituar minut me ekipet e veta, unë mendoj që Mana ka 2 javë që nuk luan. Ska lidhje ta mbaroj pra ka lidhje, po ka pra për Silvinjo kanë lidhje, kush ka minutash, kush ka lujt me ato zbret në fushë. Silvinjo, kjo është ndeshja jetës për mendimin tim. Këtë pjesë tash, jetë, jo më e kjo Silvinjo është këngë Mana ka lujtë me Shiringat e Sivasspori. A mu luaj për Shqipërinë? Po prindo se ke ato, ata atëherë për projnë nuk jo, atë ma fitove, jo. Atëherë jo. Po pra fitove. Gjithë opinionet me mua ishe si orakull aty. Ishe si stapoti poli. E fitove atë, nuk e di, po me mua fitove. Me mua fitove. Po i këtë drejta një nuk e di me metin e ka diçka, duke dëgjuar me shumë vëmendje Alliun, tha presioni psikologjik nuk duhet, pra ndeshja ka filluar, tha, post ndeshja, dhe para ndeshja dhe duhet me vjetë çdo gjë të jetë në qetësinë e vet edhe nga ana psikologjike. Ju thoni që për Silvinë është ndeshja e jetës, është ndeshja e tretë e grupit. Është finale, po nuk është finale. Po nëse duam të është finale, të kualifikohen për kampionatin botror. Kështu diskutohet. Po, pra ne themi ta fitojmë për fatën mirë ndeshja e jetës. Për fatën mirë, nuk kemi dëmtim. Ka të bëjë me trajnerin, ka të bëjë me objektivin. Nita më mundë më. Liri, nuk e thash në atë kuptim. Thash ekipi ja kanë filluar diagonale, kanë filluar diagonale, kanë filluar diagonale. Lajmi ndeshjen e tretë kush i Silvinë është ndeshja e jetës. Është kuptove. Është thash në aspektin profesional, nuk e thash në aspektin. Gjitha ndeshjet, jam me 4 polje këtu, është vështirë tani. Shikoj kush po fitoj me Serbinë, është jashtëzakonisht pozitive në Shqipëri. Dyta, është edhe një bonus shumë i mirë, sepse edhe nga pikpamja qoftë emocionale për njerëzit, qoftë edhe politike me atë që tha dhe presidenti i Serbisë, sepse unë e lexoj ndryshe atë, nuk e lexoj domethënë. Si e lexon ti? Ke trajneri që i bëhet direkt, i bëhet një presion indirekt, domethënë që mundini ata. Dragan Stojković. Këto gjëra nuk ndodhin në nivele evropiane, mentalitet evropian, që ti thot një president, një trajner të nacionales. Ja, i ka dhënë kuraj se ky Dragan Stojković është një trajner shumë nervoz, edhe në bankinë. Edhe në bankinë e vet. Me fjalë që shfaq nervozizmin në shumë që tha aty në mitinga. Unë mendoj që është edhe politike. Ai nuk e di ku do luash ndeshja. Unë nisa fjalin që thash ka marr ngjyra politike ma kundërshtu. Po ne duhet ta marrim me sportivitet dhe me sportivitet absolutisht ndeshje rradhës. Ndeshja e tretë e grupit. Mua më intereson. Ja se do ta zgjodha e Bendignalliu. Se kemi pas nuk e kemi pas shumë. Kryeministri i Serbisë për mua nuk është në fushë, nuk luan. Për mua do luaj 11. Po tani ndeshja ka filluar në feti tani Alduna nuk e di. Vazhdoi para ndeshja kjo është kryeministri aty bëjnë prezantime për uljen e tensionit. Për uljen e presionit ndaj ekipit kombëtar. Mund të provokojë unë vi këtu dhe flas për nevojën që ekipi kombëtar ka që të jetë i qetë, që të shkojë në një mënyrë shumë natyrshme ndeshje. Ka për të luajtur një ndeshje futbolli kaq. Po t'isha në staf drejtues të ekipit kombëtar, nuk do i lija të shikojen lajme. Nuk do i lija të merrnin vesh se çfarë bëhet politikisht në Shqipëri në Serbi. S'ka ndikime. Do t'i kufizoja në maksimum, sepse njerëz janë me gjendje emocionale janë dhe sigurisht ka ngacmime. Por mua më intereson cila është gjendja fizike e lojtarëve që ka Shqipëria në dispozicion, e lojtarëve më të mirë. Më intereson të di dhe ta them këtu, nëse Broja është mirë fizikisht, mos ta menoj njëri tjetër që do luaj maje sulmit këtu. Ndeshjen e fundit është aktivizuar me Evertonin.
Dje. Po, ka Është lajm i mirë. Gjersa është mirë fizikisht. Gjersa është mirë fizikisht, ai futbollist e ka.